Kthehemi në studio me një bisedë tjetër, do t'i kthehemi temës Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Tani në linjë direkte e kam gazetarin Beqir Sina nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përshëndetje nga Prishtina. Përshëndetje nga New Yorku. Faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Si e patë diskursin edhe të Gjuriqit edhe të ministrës në detyrë për punë të jashtme Zonjës Gërvalla në këtë mbledhje të Këshillit të Sigurimit? Ashtu si dhe herë të tjera, ky është një debat i thënë në mënyrë të përgjithshme, një debat që organizohet 2 herë në vit, ndërmjet 2 palëve, përfshihen në debat pastaj edhe të gjithë faktorët e inkuadruar në çështjen e Kosovës. Faktorët më kryesor, pra siç janë rusët, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose shtetet e tjera anëtare të Këshillit të Sigurimit. Edhe ky debat, siç e theksova, pra ishte i përqendruar në atë që diskutohet edhe më tepër lidhur me çështjen e disa incidenteve që kanë ndodhur kohët e fundit në Kosovë, siç është ai rasti i Banjskës dhe rasti tjetër është ai i kanalit të Ibe Independenti. Pra e gjithë këtë debat ishte i përqendruar rreth këtyre 2 incidenteve të rënda që kanë ndodhur në Kosovë gjatë periudhës prej nga debati i fundit që ishte tetorin e kaluar dhe deri tani sot pra që është fillimi i këtij debati, por duhet të theksoj këtu tani se në këtë debat e veçanta e këtij debati, pra ashtu siç thotë edhe ju, si e shikon, është se për herë të parë u kërkuar që të ulet rolin i UNMIK-ut në Kosovë, mbasi siç thotë ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës, ka qenë jo eficient deri tani roli i UNMIK-ut në Kosovë dhe pagesat janë shumë të larta dhe janë harxime të mëdha ato që i kushtojnë shumë bashkësisë ndërkombëtare. Po, pikërisht zoti Sina, sa i përket rolit të UNMIK-ut në Kosovë ishte Zonja Gërvalla që inicioi ndoshta këtë diskutim. A besoni që mund të jetë nismë për një diskutim më të gjerë sa i përket mundësisë ndoshta të ndryshimit të qasjes së misionit UNMIK-ut në Kosovë, edhe sa i përket sulmit terrorist, aktit agresionit në Banjsk, por edhe çështje të tjera që kanë të bëjnë kryesisht me raportet Kosovë-Serbi? Po, kjo ishte më së qartë, mbasi siç e theksova, ai që e diskutoi dhe ai që është potencialisht më kredibilitet në këtë diskutim që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, patjetër, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte ai që e pikasi dhe e vendosi në krye të kornizës së diskutimit të tij çështjen e UNMIK-ut dhe çështjen e Banjskës. Pra janë 2 çështje që janë të lidhura ngushtë dhe po shikohen mirë, mbasi edhe më shumë se 70% ose 80% e diskutantëve, e ambasadorëve të tjerë të Këshillit të Sigurimit që diskutuan në këtë debat, që të gjithë ishin të mendimit se kemi të bëjmë me një akt terrorist të pastër në Banjsk, edhe roli i UNMIK-ut duhet të shpërtohet. Në vazhdimsi ka përplasje mes përfaqësuesve të Kosovës edhe të Serbisë në OKB. Kemi pasur raste kur edhe kryeministri Albin Kurti edhe presidenti Vjosa Osmani kanë mbajtur fjalimet fuqishme sa i përket rolit destruktiv të Serbisë, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë Ballkanin perëndimor. A besoni që këto takime në Këshillin e Sigurimit të OKB-s kontribuojnë ndoshta për veprime politike të gjitha shteteve apo qëndrojnë në atë nivel të diskutimit? Unë mendoj se kontribuojnë shumë, edhe fakti është se nëse do t'i ndjekim ose i kemi ndjekur të gjitha këto debate prej kur kanë filluar këto, që të gjitha kanë pasur efektet e tyre lidhur me atë të ndërkombëtarizimit të këtyre çështjeve që ka kaluar Kosova deri tani. Dhe ajo që është më kryesorja është se të gjithë këto palët që diskutuan këtu sot, që janë aktorët kryesorë të Këshillit të Sigurimit, madje kërkojnë atë që është edhe kryesore që ka kërkuar edhe kryeministri Kurti, edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, po edhe sot ministrja e jashtme në detyrë Donika Gërvalla, kanë kërkuar që të zbatohet 10 pikat e marrëveshjes së Ohridit. Kjo është shumë e rëndësishme, pra që
ka hyrë në atë në agjendën e ndërkombëtare, pra është ajo pra që thotë edhe ju dhe shtrohet edhe pyetja juaj që a ka ndikim, pra ka ndikim të madh jo. Po, krejt me rëndësi, fokusi kryesor është si qaset Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, raportit Kosovë-Serbi, sidomos ju i përcjellni zhvillimet politike brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tash me administratën e re të Donald Trump, a besoni që mund të ketë dinamika të reja sa i përket qasjes ma agresive në aspektin diplomatik në zgjidhjen ose normalizimin e raporteve mes dy shteteve? Pyetje e bukur kjo, edhe e pëlqej këtë pyetje se gjithmonë më bëhet një pyetje e tillë lidhur me administratën e re dhe qëndrimet e administratës së Trumpit. Unë jam i bindur dhe me aq sa kam ndjekur unë dhe e njoh politikën amerikane, mendoj se politika e republikanëve është republika e thyrjes së tabuve dhe statu quo-s. Pra, kësaj radhe unë mendoj se nuk do të kemi më statu quo, se cila do të jetë zgjidhja. Nuk jam unë ai profeti që mund ta parashikoj ose mund të jap një mendim se çfarë zgjidhje do të ketë, por jam i bindur se me këtë administratë do të ketë një zgjidhje që do të jetë nga më të mirat që mendoj unë për momentin që dhe dialogu të vazhdojë dhe realizimin e atyre 10 pikave të marrëveshjes së Ohrit, të cilën e ka kërkuar dhe vetë Kosova, pra vetë qeveria e Kosovës, si presidentja dhe kryeministri, dhe politika kosovare në përgjithësi është e bindur se zgjidhja e këtij problemi duhet të jetë definitive, nxjerrja përpara gjyqit e Radojčićit, që është një nga destabilizuesit kryesorë dhe ai që ndërmori një akt pa precedent që ishte akt lufte, do thoja ashtu siç u përshkruar edhe këtu sot në këtë debat, pra të Radojčićit, dorëzimin e Radojčićit, atëherë çdo gjë do të jetë zgjidhur dhe Kosova dhe Serbia do të shkojnë në normalizimin të marrëdhënieve të tyre. Pra, edhe diçka tjetër desha të shtoja në këtë kontekst, se ajo që do të japim më rëndësi këtyre diskutimeve ose këtyre debateve ose zgjidhjes së këtij problemi dhe mbanimit të këtij dialogu është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra republikanët, Donald Trumpit do të marrin vetë përsipër angazhimin e tyre lidhur me zgjidhjen e kësaj çështje. Do ta marr vetë përsipër administrata amerikane, edhe pse do ta lërim Bashkimi Evropian. Do ta lërim Europën të japi avantazhin që ka krijuar deri tani. Mbasi po t'i referohemi 8 vjet të administratës Obamas dhe 4 vjet të administratës së Joseph Bideni, pra 12 vjet ishin pothuajse ishte një periudhë e humbur, një periudhë status quo-je, e cila ishte kaluar e gjitha Europës. E vetëm lëvizja që u bë në zgjedhjet e 2016 kur erdhi në pushtet Donald Trump, i cili bëri atë lëvizjen më të madhe në historinë e këtyre bisedimeve, pra në atë historinë e gjatë të kësaj dekade të fundit, që ishte normalizimi i marrëdhënieve me njoja e Izraelit të Kosovës dhe hapja e bisedimeve, gjë që nuk zgjati shumë, mbasi ndodhen dhe ato që ndodhen, siç ishte ajo e arrestimit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe çuarjen e tij në Hag. Pra gjithçka u stopua dhe u ndërprej gjithë ajo lidhje e bukur dhe ajo lidhje e mirë që kishte filluar dhe intensiteti i tyre në radhë dhe dinamika tyre i kaloi e gjitha Europës. Zotërisina, të falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Mirupafshim, faleminderit. Faleminderit shumë, ishim direkt nga New Yorku pas takimit që u mbajt në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ku mori pjesë edhe Ministrja e Punëve të Jashtme e Republikës Kosovës Donika Gërvalla Shfarc.